Si ta kuptoni brenda 1 minuti nëse faqja juaj është optimizuar për Google apo jo? Për të kontrolluar një faqe, hapim një browser dhe gjëja e parë e kontrollojmë tek Google PageSpeed, duke kërkuar në browser Google PageSpeed. Zakonisht rezultati i parë që na del është ajo që na duhet. Këtu vendosim URL-n e website-it tonë. Unë vendosa mustafaka.dev, i cili është një website personal i imi me jo shumë të dhëna që e përdor për të shkruar ndonjë blog her pas here. Presim derisa të bëhet analiza nga ana e Google. Do na japi dy rezultate, për mobile dhe desktop. Siç e shikoni, për mobile shohim që gjendja nuk është shumë e mirë, pasi performanca është vetëm 46. Rekomandohet që të jetë mbi 85. Këtu kemi edhe problemet që ka faqja. Por siç i thon asaj shprehje, ustaj nuk e rregullon kurrë shtëpinë e vet. Sa i përket desktopit, shohim që gjithçka është në rregull, pasi performanca është 95. Tani, gjëja e dytë që do testojmë është nëse Google e ka indeksuar. Dhe për ta bërë këtë shkruajmë site 2 pika dhe emrin e website-it. Nëse nuk na shfaqet asnjë zën, pra asnjë listim, atëherë Google nuk e ka indeksuar website-in tonë, por në këtë rast jemi çdo gjë në rregull. Testi i tretë që do të bëjmë është analizën e SEO-s. Kjo është shumë e rëndësishme për rankimin e website-it tuaj në Google. Për ta bërë këtë, mund të shkojmë tek seobility.net SEO checker. Pra është e rëndësishme që të klikoni tek linku SEO checker. Këtu, si gjithmonë, vendosim URL-n e faqes tonë dhe bëjmë analyze website. Është me limit nëse nuk ke një account dhe nuk paguan premium. Ka 3 çeke në ditë. Pasi pritim që të bëjmë analizën, kjo është page score, kemi 73%. Këtu kemi disa të thëna për metadata, headlines, links të brendshëm e tjerë. Gjithashtu, kjo faqe të jep edhe rekomandime se çfarë të përmirësosh në website-in tënd për sa i përket SEO-s. Nëse i bëjmë scroll down, atëherë kemi të gjitha të dhënat që kemi bërë mirë dhe çfarë kemi bërë keq. Këtu pra shohim pjesën më të madhe të gjërave me jeshile, por kemi edhe këto rekomandime të kjo faqe. Gjëja e fundit që do e kontrollojmë faqen është nëse ka certifikat SSL dhe nëse URL-ja e faqes kryesore është e pastër, pra nuk ka pikë pyetje apo dhe parametra të tjerë. Siç e shikojmë, tek URL-ja kemi HTTPS, që do të thonë që certifikata e sigurisë është në rregull, si dhe linku i faqes kryesore nuk ka as pikë pyetje, as parametra të tjerë e tjerë. Për informacione të tilla dhe të tjera, ju ftoj të më ndiqni në faqen e Instagramit dhe TikTokut.